Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Fokusohuni te kjo video dhe të shikojmë energjinë. Çfarë do të thotë tani, në këto momente, personi i zemrës tuaj? Pra, duke u fokusuar në këto momente te kjo video, do të shikojmë energjinë e personit tuaj. Pra, çfarë do të thotë ty ai person në këto momente kur ju po shikoni këtë video? Është pak i mërzitur dhe tek ty ai shikon ekuilibrin, princeshën e monedhës, femrën e tij ideale. Pra, ai shikon tek ty një femër ideale, një mrekulli. Është një person i drejtë, një person familjar, shpirtëror, që ka probleme. Diskuton, jeni në një lidhje të fshehtë dhe hëna ju mbron, dritë e saj ju mbron të dy në këtë histori. Nga njerëzit shumë negativ, ziliqar. Është një person shumë i sinqert. Ai ju do me sinqeritet, me besnikëri, ju do fort. Letra e diellit tregon që ai vjen drejt jush për t'ju transformuar jetën tuaj, për t'ju ndryshuar statusin në jetën e tij, sepse ju jeni për të perandorja e tij. Është një person intelekt i dashur, që ju fal shumë dashuri, do të mbyll një kapitull të vjetër të jetës së tij, me gjëra fort të mira, dhe të vinë drejt jush, sepse ka pasur dhe një krizë në familje, dhe do të vinë, është i mërzitur, dhe do të vinë drejt jush për të ndryshuar, do të bëjë një udhëtim shumë shpejt, për të ndryshuar jetën tuaj, të sjellë të lajm fantastik në jetën tuaj. Është i fokusuar tek monedhat, tek financat, dhe do të sjellë këto lajme, këto mesazhe, lumturie në qiell të pastër. Me kë rezonon kjo energji? Me kë shenjë të horoskopit? Me briciatin, me binjakët, peshqit, dheni, peshore, gafore, virgjëresh dhe shigjetari. Kurse me gërma mund të rezonoj me gërmën U, gërmën V, gërmën V, H, gërmën N, L, gërmën Y, gërmën A, gërmën D, gërmën K, gërmën Zh, S, Gj, G, S dhe gërmën Z. Po marrim dhe gërmën Z. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.